Në zemrën e fshatit Lekaj, në Malsi, i rrethuar me gjelbrim, një pust i njohur si Ubla e Bacit, mbetet një thesar i fshehur, që mbart brenda vetes kujtime të shumta të atyre që jetuan kohën e kësaj uble. Ky burim, që dikur ka qenë një pikë qendrore e jetesës për banorët e fshatit dhe përreth, ka qenë simbol jete dhe bashkëtese. Dëshmi se si dikur komuniteti ka bashkëtuar dhe e mira e përbashkët ka qenë interes i të gjithëve. Ubla e Bacit nuk ka qenë thjesht një pus, ka qenë një vend ku njerëzit janë mbledhur për të mbushur buleret me ujë, për të ndarë të qeshura dhe për të diskutuar ngjarjet e përditshme. Ka qenë gjithashtu pikë në të cilën festoheshin edhe festa tradicionale e bëheshin tubime të shumta. Sot, frekuentimi i tij ka rënë ndjeshëm, e për fat të keq, ka shumë vite që nuk e kryen funksionin e vet, dhe kujtimet e breznive të mëparshme me kohën po zhduken. Ai përmban histori të rëndësishme të jetës së fshatarëve, të cilat shpesh prekin tema si bashkëpunimi, domosdoshmëria për ujë, komuniteti dhe e mira e përbashkët. Ubla e Bacit është dëshmi e një kohe kur lidhjet mes njerëzve ishin më të forta dhe natyra luante një rol kyç në çdo aspekt të jetës. Ky burim, i cili sot nuk ka më forcë të gumëshi për veten e vet, lavdin e tij e le të jetojë në tregimet dhe kujtimet e vendasve, të cilët dikur kanë përjetuar freskinë dhe pastërtinë e ujit i cili buronte nga Ubla e Bacit. Pasi mas planet të kushënive të vjetërve të katonit Lekajt, edhe si mas opinionit tim, edhe përjetimit tim që i kam përjetua, Ubla e Bacit është, menoj unë, është ndër më të vjetrat ubla në Malsit Madhe. Kjo, si mas tone që i thonë, është e krahasuame me ublën e Mileshit, me Krevenicën, Vitojen e Ubla e Bacit, thonë që është deg e cemit, edhe sigurisht deg nëntoksore normalisht e cemit, ashtu që kjo gjithmonë ka ujë, nuk ka pa ndonjë kapacitet të fortë të ujit, por gjithmonë kur nuk është kene pa të shtershme. Ubla quhet Ubla e Bacit, për arsye se Baca Lul Brunla, këta Brunlajt, këta janë detvukaj, e kryesisht ky Baci i ka pasardhësat, prek lulin e pranç lulin e tom lulin e në lekën e pa lekën e ka dhe tjerë, por unë nuk disponoj me shumë tjerë këta Brunlajt tjerë, por edhe i dëshmi e fort është se këtu, në Lekaj, këta Brunlajt e kanë pa do tokë këtu në rrënës të malit Lekajt, ashtu që gjyshja e babësim, apo bashkëshortja stërgjyshi sim, është kanë prej Brunlajt. është kanë motra e Turk Shabit. E kësa i kanë thonë Dush Shabja, ashtu që ata janë para ardhësit e pa leks e të nëll leks. Ashtu që vjen ajo e vërteta është se këtu ky Baca Lul Brunla, do me thonë ka pas ublën këtu, nuk jam i informuem se a e ka godit aj, a e ka ndërtua aj, a e ka trashigimi, a e ka ble prej dikuj, kjo vërtet, kjo ubel është kënë e ndërtuame prej gurit, prej funit e deri në maje. Në maje është kënë pak ma e lartësuame, është kënë në majet është kënë një ras e vume, ashtu si për me zjerë ujë. Kryesisht, ky sistem ose kjo mënyrë e ndërtimit të ublave vet nuk jam arkeologe, nuk di
me deshifruas, me ndoshta dikush që din, kite mu marrë me arkeologjie, me di prej kurshit, ashtë unë nuk muni me thonë veç e di se këta të parë tanë janë shpërngull prej pashkallet e prej kshevet e të mbishi është prej pikalet e këta ujkëzit o mira shajt janë prej spinjet e para 100 kusur vite, shadin, të vetë në burim i burim i jetë, si me thonë se pa uj nuk ka jetë, është kënë ubla e Bacit, si për anvisni, ashtu edhe për bakteri. Ka egzistua këtu i luk, që i kanë po i baktin, i punuam prej gurit, është kënë jashtëzakonisht karakteristik, se e ka punua lut sprela, vlau i preta shprels, e i nik prels prej vullet, prej luguzagujt, por dikush para disa vitvesh e ka marrë atë luke, kush e ka marrë nuk di mirë, kite me kenë aty si dëshmi, e laj, para 80 sa vitesh, 90 vitesh, atërna kanë fillua me u hap ublat, se cila familje e ka hap ka jubel për para, shpiz vet, ashtu që këtë ubel kryesisht e kanë përdorë vetëm për pilmje, për ujë spimit, jo vetëm katuni i leket, fshati i lekaj, por edhe vranja, edhe sukruci, edhe dejnë kodrët budanit, edhe kodrat e tuzit. Apo më kupton, tash nuk kam nëj opinion se cila uble tjera, kush që janë dvjetra, po më nëj që kanë, po e di se është kanë edhe uble vjetër në Dushiq, uble e Lulash Bacit, e prej aty ne janë këta sinishtajt, Ded Lulash, i Vuksani i Ded Lulash, nështë ta kite me di me lanë në një informata për atë ubel. Kjo ubel, para 60 sa vitesh, lindi ideja të modernizohet pak. Ashtu që katuni ynë, zbashkut me sukruqa, se vraje, me kodra e tuzit e këtajt, muarën iniciativë, punë vullnetare, i kanë hjekton gurt deri 1 metre diçka. Ashtu, Marash Ujka është kënë iniciatori edhe mjeshtri kryesor e cili e ka ba mjeshtrin e këta punën vullnetare e kanë krye, edhe kanë lanë kontribut kanë lanë edhe sukruqasit, edhe prej kodretuzit, edhe lekajt, edhe vrajat, tonë kanë lanë ka diçka, ashtu që e kanë modernizua, e kanë prunë gjendje jashtëzakonisht mirë për me u furnizua me ujtë pishim, e me kanë vërtet ashtu si i ka hije një ublet, ajo, është kanë ubel, por e kanë modernizua ma mirë. Me të thënë drejten, ata kanë ardhë, e kanë marrë ujë pimjet, atërna vërtet kanë pa ublet edhe në sukruq, edhe në kodrët budanit, edhe në kodrat tuzit, edhe në leka i kanë pa ubla bol. Por për pimje janë ardhë e kanë marrë këtu. Deri në vitet tash, nuk jam i sigurt, janë shtu 20 kusur vite, janë 30 vite që kanë fillu atërna mos me përdorë këtë ujë, por për i kohë shumë gjatë është përdorë. Kur erdh rryma këtu, na e kem pavu edhe motor pompën këtu, me rrymë që ai kalimtara, ai njeri që të vinë, të ketë ujtë freskt me pi prej uble Bacit, ashtu që, por këta ba mirë, sa ta, ma mirë me tha bankësit, e kanë në hapë këtë qesmen, ashtu që motori dizjet i kanë prish siguruesat, i kanë prish shumë gjona, i kanë prish ashtu që nuk funksiono asaj sistem. Mandejna, masanej e pru me venimin me marrë isoj pompet, edhe tash egziston aty ai hekur i asaj pomp që me dorë me tërhjek ujt, por edhe ajo u prish. Ashtu që me thonë drejtën tash nuk funksionon, vitet të tëra që nuk funksionon, por tash në ardhë dhe ujësjelësje, a modernizua pune, në të kohë me thonë drejtën, katuni në kanë pak shpia, janë kanë 7-8 shpia, në tash katuni në numërën 60 shpia.
Edhe kryesisht këtu dikur, kjo ubël në kanë me matë mirat e matë uji i ubël zbacit, në kanë i njoftën si kur se uji i Krevenica, i Vitoj, sa diçka, me të njëjtin stil. Është kanë e kem zjetë në vërtet në ma shpije gjelë plumit, është e njëjta ubël, është kanë e qilun e murume, edhe me thellësi jo të male. Por, se harrova me thonë se kjo ubla e bacit, deri në fund të ubëlës është diku 6 metra, në 5 metra në ujt. E tona ublat, që janë këtu në katunin e leke, ma poshte, ma nalt, normalisht ma nalt janë ma të thella, por në leka e 18 deri 20 metra del ujt. E këtu, kjo ka ubël diçka karakteristike, vetëm në 5 metra, në 6 metra, me dal ujt. Ajo ubël, në malë të kol gjelit, gjel plumit ma, ajo është gjetë ajo ubël, edhe është kënë njëjtin sistem, është kënë e murume, e tash prej kurshit, është prej kohet ilirve, prej kohet romagve, turqet, varet tash, unë nuk kam ide, unë nuk kam ide se unë nuk di me qmua, së më ka thënë kush, s'kam ndizhua prej të parve e mi se, as për këtë ubël nuk di, është 200 vjeqare, 300 vjeqare, e ka punua bacja, e ka trashik gua, e ka bleja, ka ba, vetëm e di se këta brunlejt e kanë pak të tokën, edhe kjo ubël në kene tynet, ashtu që ata kryesisht tash jetojnë në Arhelm, aty të ubla ekziston edhe i prajs. A i prajs, i thonë prajs, unë nuk di tash në i termin tjetër, është kënë për me nënat tona, se kryesisht bartja e ujit deri te shtëpia ka me bulira. Edhe rastësisht ka pa noi bidon hekurit, është ka e bidon tash ajon ka pe gjermanëve, austro-hungarezëve, ta pe dikuja, veç ata plastika s'ka pas atëhena. Kryesisht nënat tona janë ngarkua, janë arë këtu, edhe prej Sukrusit e prej kodrës budanit e prej kodrë e Tuzit, besa edhe me fuqia kanë ardhë. Fuqiat janë kanë të fuqia Gjermanit, që e kanë mush me ujë, si kur se janë kanë shpia, për shembull këtyne shpia e Pjetër Ucet, shpia e Kolucet, këto shpia të mladin që janë kanë që ju kanë shkua ujë, janë kanë satana, kryesisht janë kanë në bashkësi, janë kanë me ka 20-30 rupe ma shumë ropa, po kupton atëna, kanë marrë ujë ashtu, edhe njëtë mënyrë e kanë qua ujë deri te shtëpia, por tash përpara për shembull kur nuk ka pa ubla, ai nuk ka zor as për ambisni me marr ujë. Unë maj men për shembull nënat tona na s'kem pas veç në sahan, s'kem pa kjo magje e buks, i ka ki kusinja e darkës. E do gjona, do me thonë që nuk ka pas atër pjata, nuk ka pas këto gjona që janë sot, do me thonë që ato kanë arrit sukses me pak ujë, me i krye shërbimet shpijake. Atëna kur janë dalë këto gjona, tash janë ba ublet, janë qilat, atëna janë fut motorat, janë godi banjot, janë godi këto gjona tjere. Unë i momente tonë ato, kur kem jetua, e kem tonë familja, kem hogër një sahan, nuk kem pana, ose të tonë ato i moj menun, se nuk jam i ri i fort, po aste për i vjetër, por janë shto. Moshën 70 sa vjeqarë, u i maj men të tonë ato. Në fillim, kur nuk ka pa tjetër ubel, na këtu i kem poj, edhe deljet, edhe lopt, edhe kuajt, edhe të tona, se vetmja jet e fshatarit këtu, është kënë blektoria e bujësia. Me blektoria në marrë me të male, se cila shpi ka pa, edhe dele, edhe lopt, edhe kuaj, edhe qe, edhe të tona, apo më kupton, dhe më thonë, atëherë në ato ka punua me mënyrë primitive, me lare, me pluore, janë livrua toknat, janë mjellë grunajat, kolomoqet, misrijet tona, dhe më thonë që këtu i vetmi burimi ujit, ka këtu, para i sinë e sa vitve që janë shpërngull të partë tanë këtu, apo më kupton. Ashtu që na atëherë kur kem hap ublat, se cili para shpia e vetë, atë nësë kem pa nevoj me i poj këtu, po i kem aso aty e këtu kullosat janë kënë kësaj gjithmonë.
Ta kanë rinie, shoqënie, të tonë mlill të Ubla e Bacit, bile jo vetëm fshati ynë, por edhe fshatet tjera, kanë po të them, kanë idol Ubla e Bacit, kanë vërtet, kanë për në malësi, kanë vërtet, unë nuk e di atë Ubël që kanë me fama, me zanë, s'di si më u shprehen në atë aspekt, si kanë si Ubla e Bacit. Vërse edhe ujtë e ka patë mirë, po të them, në krahasim me Vitojnë e Krevenicën edhe Ubla e Mileshit e ka pa, vërtet ujtë numër 1. Ujtë e ftoftë ka pa, sikur se në frigorifer. Bile, unë e moj men, baba e nana e thote, hajt shpejt, thote kurit e vera ma zhegu i ditës, hajt shkote ne me rikove ujtë kënjit, mu freskua se s'kishim rrymë asë gjë, dhe më thonë e ka pa ujtë e fresk si me kanë prej frigoriferit. Aje për ata është që i thonë që është dege e cemit, dëshmia që është ujtë e fresk prej si cemit. Para vitet tash, unë e moj men, i ri jam ken, këtu, kur janë festua këto festat, që janë festua festat 2 ditë e 2 net, si zoja e grudë, si zoja e trieshit, si shnjoni, ditën e 2 zojës grudës, këtu më ba i soj bashkimit, si kur se më ba bashkimit të Radeci, si kur se më ba bashkimi të Kroni i Trabojinit, ose si kur se më ba bashkimi të Gurra e Lecit në Kshedh, si kur se bëhet bashkimi në Vitoj, në Tërgaja, në shumë vene, por me kohë, kur me 67, në 8, në 70, shumë populli ynë, e lëshoj vendlindjen, u emigruash, kaloj në kampet e Italis, edhe shkuan për Amerikë, ashtu që tona këto bashkime, aloze, si me i thonë vetë një mënyrë ashtu, janë asgjasua përveç ka me Vitoja edhe deri diku edhe kjo Tërgaja. O mund të regoj se ne dikur këtu ka pa rini, ka pa shumë rini, këtu është edhe stadioni, e këtu kanë ban gara loj topit, po menoj futbolit, me dushiqe, me vlane, me vrane, me sukruqe, me kodrat tuzit këtu atërna kanë ardhe pi ujtë fresk këtu në Ubla e Bacit, edhe me thënë drejtin, edhe tritë e trejat kanë ardhë këtu si piknik me kalua kohë këtu, janë të e mojmen, edhe vërtet kjo Ubël e ka pa atë jehon në zonin e vetë, si pak Ubla në malësit male, am kuptën. Sikur se Krevenica, Vitoja, vërtet, me të vërtet ujtë kvalitative, por kësajt ka kaluar urrela, atëherë na që i dege urrelës që shkon për tus, ashtu që masanejna kjo, ty e qitë mbeturinë, ty e sofokalet, atë na nuk është përdorë, se nuk kanë ujë i 100% për prepimja, atëherë na për atale, mas tepër mit është. Po tash nuk kalon urrela, zënë tash besa me thënë drejtën, disa herë kem pastrua, edhe rinia ka pastrua, ka ashtu, por tash nuk përdoret. Për sotën, pa janë besa një 15 vite, ama shumë bile 20, por janë ashtu 4-15 vjetë që nuk e përdorin, se të në kohën kem marru i këto prepimje. Pa me ta thonë vërtetën a diçka, a i në shkojmë për para. Kjo metet si trashëgimia, si kulturë, apo kupto kulturë e vjetër. Ashtu që për shembull na tash si thaç më përpara, katoni ynë ka numër 70 shtëpi, sot jem 60 shtëpi. Am kupton? Do të thonë që a modernizua, a çtua, edhe pse kanë shkuar në emigrim, ata tash për shembull na e kemi i munges këtu, se për shembull prej 60 sa shtëpive që janë, po them, kur vjen tetori, 25 janë të shprasta. Do të thonë tonë e kanë ardhe, kanë pa dëshirë, shpre dëshire, kanë godit shpinë e re për me ardhë, me nej, me kalua verën, me pa vendlindjen, mu dëfrye shpirtnisht, mu dëfrye këto gjeneratat cilat vërtet kanë lind ka. E tash kemë me pa ato gjeneratat cilat lindin në Amerika, kanë me vazhduat atë trashëgima ajo, na do të shohim. Ubla si Ubël, vetëm e ka zonin e vetë, se tashna, me thënë drejtën, ne kemë ujësjelsin, e gjithkush e ka, është jeta moderne tash, sikur se barabar si në qytet, me tona pajisjet e shpijake,
si për enë, si për lamje, si për tona gjonat, se deshta të regoj edhe këta ka interesante, për shembull për Pashk, e për Zojt Grud, se për këto festa, nënat tona kanë shkua me pastrua këto gjonat shtëpiake që janë për shembull jargonat e dyshekt e bielat e këto, kem shkua në Zbeq janë cem. Do me thonë nuk kem pa ujtë mjaftueshëm për me i pastrua ato gjona, edhe normalisht kur kanë ardhur kualt e shpeditorat, kem shkuar me ta ose me qerre me qeje, prindi ka qua e ka bon pastrimin e janë bon tona gjonat ashtu që e kanë është isoj freskijet apo më kupton në ato teshat që i kanë përdorë për këto teshat e lamjes, kanë pa do kazone, do sene, kanë sikur se si gjithmonë moti që janë lajet, ashtë ka nevojë se janë makinat edhe për enë, edhe për lamje, edhe për të tona gjonat. E kem pavu edhe këtë mbyllje në kapakun, si me i thonë, prej hekurit. Po tash, këta që kalojnë kësajt, se këto janë dyrë, këto asi nullë kënës, kalojnë njerëzit, e kanë marrë, e kanë quar shit për hekur. Manena, edhe këto gjonat, edhe këto, e kem pavu pompën, po e kanë hek. E kem pavu edhe me motor pompë me zirë ujt, edhe ata e kanë prish. Do me thonë që këtu njerëzit, tash unë me thonë kultura, ne kultura normalisht se në mëngon se ne jem arsimua si malsi, jem arsimua pak si vona, nuk mu krahasua me shtetet e prandimit e me ato shtetet e arsimuame, por tash ai njeri në bankesi ban shko vjen e prish elshon e ban do gjona, kjo si ubën është e rregulluar me 100%, apo kupton, por edhe para disa vitesh edhe e kem pastrua. Këta rinia e katonit janë ulme, se ai nuk ka ndonjë thellësi e madhe, se tash 2-3 këtë ubël për i gjysoret mujnë me çterr. Apo kupton, edhe e pastrojnë në fund, edhe pret për shembull i orë e gjys, 2 orë maksimumi prap mushet në atë nivel. Edhe ashtu mbet. Do të thonë që kjo nuk ka ubël për me vadit për shembull gjonat, por kjo ka ubël vetëm për pimje. Edhe për bakti, po mënoj se tash ai deri 100 litra, 200 litra ujë, nuk ka problem me nxirr prej saj, por nëse është nxirr më shumë, atëherë ai veç o pakua, atëherë da me prit derisa ato rrjellat që vijnë prej nën tokët për me u mu stabilizua niveli i ujit. Unë kom leje jetu në Lekaj, e bjetë Omniks,
Ella e kem pas kollaj me ardhën në ubli. Ka herë, o kanë edhe si urrelje kësajte, kalote, por e goditën e drynë e ublave se e bukur, ujtë e mirë veç këtu. Kanë ardhë pej gjithka. Kanë ardhë edhe pej kodre budanit, vishin me makina ka herë, vishin edhe kushkite gomarin e garkote buljerat atej, mos me i bajnë shpinë se lërkë kodre budanit, e 8 luk decë besa gratë. Edhe këtu në Sukruq, na edhe franajt, edhe zekajt. Ka i grua dy, boshim ka 2-3 gra bashkë, sajtë sa s'daja tu s'kanë pa shpia, të askur gjanë për ne të në bishim. E mor ujti bukuri, edhe këtu kem kalua mirë, leka gjithkun pastër kjo vend këtu. Ja, ty kanë pa hatrit, atëri kanë pa qitë jetun një ata. Bukuria ka gjithka, kem kalua mirë. Me qëka me shrinë në me kovën në duhe me marrë jetun në dorë. Edhe buljera në shpinë, e garkua me thatë, edhe e bushim plët. Vone kanë godit janë ta, se besa veç ja pashim njëra tjetër së për mu garkua. Se si me kalua buljerën e si me garkua së mundshim, pa ka 2-3 bashkë. E janë shtu jemë ba, me të frane, edhe me atyne, edhe me të zeke, edhe pe i këtyne lulesha, se po. Veç e lelume, oke. E lelume, oke pak e qume, edhe me leth, me gurë. Por jo të për shumë, por edhe deri në fund, gjithë ku janë pa gurt, janë ke pastër. Edhe kuret lirshin ka herë, kur janë ke vajzë që bushe jes, kështu ka kalotet gjithë kush blet qiqin gjanë ta, gjithë monet lirshin i bukuri. E gjithë monet ka ujtë, si këtu ma. Si këtu, si u ble baci ta përmet. Këte i vishim kur do ta ka 2 herë në ditë. Vishim edhe, jam e kove vishim shumë, se ishim këtu shpia ta për tonë. E peja te na ke marrë veç për gjithë në nate. Në nate na ka 2 buljera, 2 veta, pe shpies Pjetrucit, këto tjerat ka janë e për gjithë në nate. Atër dishim për gjithë në nate mu ba bashkë. U bashim bashkë sa kaloshim pranajt. Edhe vishim bashkë e sajte. Për ne gjithë ku janë ka veç komësore. Jo me kalua as me makina, as me gjanë. Veç komësore ka. Jo ma vonë me platon, po. Edhe kem gjithë fuqinë, se ropë shumë, e kem gjithë fuqinë, e kem ardhë rrugës, se kësaj, s'kem mujë kësaj, ne, sa ka rrugë për me plata. Edhe dikush edhe për gjithë që ka marrë këtu, por jo, veç me pi. Veç me pi, besa, por e mira ka e, bukura ka e, ventil shumë, këta sa ka e zanun, as kurri kjo. Je kjo deri në rrugë atje. Sa ka e zanun. Ja ty, kanë qitë hatër, kanë ba 2 zënë, 2 zënit anë ba jetun. Lekajt, edhe branja, edhe dajat tu. Tonë jem ke bashkë. Tonë jem ke bashkë. Po tash unë zdi si u qartë, zdi kush e qartja, zdi këtë ubël, se je kjo kanë si kjo. Unë tash për zotë zdi, po tash gjithë kush ujtë tash ka dalë që gjithë kush ku do në 10 shpije, jo ashtu, kanë godit. Se jo, besa jetu kanë marrë gjithmonë, gjithmonë. Edhe më thoshin plaka qiko gjithë, po ti, mos u vesh një te për të rashën në bleda se të mund një me i baj, me buljera, jo kur kini muj edhe jo, na po mujmë ka herë. Jo, për zëta gjithë ku e kanë marrë ujtë jetu me pi, atër nisi mu hape, nisi herë më merën tu, se herë nisi u hap ujtë, janë shtu tash. Tash gjithë ku shë ka mrenë ujtë që e kanë hapë. Gjithë ku shë ka paket që kur ka ti e sa qartë. Por nuk di kush e qarti, sa ta i kanë pavun që janë ka qezmet. I kanë pavun qezmet, në ta që veç janë qilë qezmet, edhe i ke e bush. Një ashtu kanë pagodit, por unë s'di kush e qarti. Tonë kanë pa kesi pësa, edhe këta kanë kesi se tonë. Po si jo. Hajde di.
Përshëndetje ju edhe gjithë shikuesve që kanë me shiku këtë program. Po jam nipi këtu i leke, nipi Tomniks leke këtu. Edhe si thmi ku marrë shumë me nënën e me nuse tagje. Vishim me Platon. Këto i herë për para. Pa me pa Platonin kanë ardhë kam, kanë kalu kësajtën për këtë me ranë kësajtë, s'ka pa shpia në atë kohë këtu. Edhe kanë ardhë në kam me bulira, kanë bush me bulira, me vlaka, janë këtë t'improvizuam prej plastiket, se s'ka pa hala kove, si kemë thënë, po janë vlaka që kanë bush me vlaka, edhe i kanë bush ato bulira, janë ba disa gra bashk, me datë kohës janë kemë gjublet, me krejt ato, edhe për çdo ditë ata me shku me prun ujë, në mëngjes kur u ka dalë koha. Masandej kanë dalë Platoni me kalë. A ka i famshëm Platoni i shtëpisë Ucit Gjonit e Dedis Gjonit, zë shpjeta ka Pietruci, atëre janë ka Koluci, Prakotuci, Palokuci, por a ka më i famshëm Platon në atë kohë. Kur ka hinë thonë kishlahe me Platon, a ka si me hinë tash me i diçka, a kupton. Atër ka dalë Platoni, atër ka dalë traktori, atër na këta e kanë pa gjithë familja, e kanë pa gjithë i fuqi 200 litrash, a ke thoshin fuqi ushtrijet, atër na në Platonin traktore vishim kësajte, që sallë nana, na si thmi vishim në të dajat, rishim ka i ditë 2 e 3 për para. Tomnika i leke ka jetua, ka lind dikun para i 1890, para i 1890. Do me tha në kryen ngritjet Malësisa janë ke veç 3 burë, kupton. Edhe ai ka jetu i 105, ka dek me 95, në ka tërguës gjithë shka. Këtu, kur vishim për Zojt Gruc, atër ditën e Zojt Gruc, këtu u bante të ubla e Bacit. Se këtu thonë kozrat e hotit ubla e Bacit. Edhe janë këtë dvuka i Bacit, janë këtë i hot adin. Edhe këtu bashin me qindra, mos të i mi, po me qindra njerës, vishin me gjublete, vishin me ato veshje kombëtare, bashkoshin popull të i math, adin, se tonë që ishin këtu miqe, ventali e krejt. Ashtu që i të ngjarje shumë e bukur. Më kujtohen se thmi, ata kanë para viteve 80 që i pajmet ato, adin, që 3-4 mrapa i pajmet gjitha. A ka i kohë tjetër, tash a i kohë tjetër. Kjo ubel nuk ka kënë si shihet tash është improvizuj, fje me betone, me sene, po i kanë pa ato vinjatën për a ka gurë. Sa ka beton, a ka gurit, a kanë krejt gurë, dhe i ka pa vinjat e ekonomëve në për onat, që i kanë gre, këto graje, kanë bush uj me vlaka, ma vonë edhe me kusinja, që i me pa makolla i me bushe, gjitha ato. Po tash ka në rrë, tash kanë ardhë, është kohë tjetër, ljubet me kuptua. Këtu ka kalu si shtë nana, ka kalua urrela, vjen një urrel prej i rem uj që ka ardhe, ka vazhdu e ka shku deje, kanë zdih ma tej. Këtu ka kanë lejure vogël, po tasha mëlle, se kanë mëlle, kanë tërnua krejt. Nuk kanë shpamja se që kanë dikur për para. Pa tjetër, kjo kanë i pik takimit, kjo kanë i uble e Bacit, kjo është tëllësia e saj, është 6 metra dhe 6 metra e gjys, që i ka pa uj balë. Kurse të gjitha tjerat, ubla këtu, që i kanë hapë, shkojnë mbi 20 metra. Ma shumë se 20 metra. Kjo në 6 metra gjys, ka ardhë i rem ujt, edhe në kanë ujt pastër si loti. A kanë për me e pis, ke pa nevoj, atërë s'kem pa ku me e qua për me e vërtetua, por se a kanë uj maj mirë që ka ardhë. Edhe këtu gjithë kanë ardhë krejt, vrani cukruqe, veti këtu në rrëthe krejt. Po këtu mu i tash komuna me ba, kupton. Kjo pjesë këtu është e komunës, krejt. Kjo pjesë këtu është e komunës. Kjo kodat e hotit tu kanë, thanë se ka ardhë pjesë e hotit ka kanë kjo këtu, krejt atin, por kjo si pjesë e komunës. Tash këtu komuna muj me punu diçka, edhe me i paj si i monument që janë kanë, barabar si i kulla diçka që i kema, kupton. Se tash na, këtë nuk është mirë me lënë harres. Nuk ka mirë me lënë harres. A kanë i metë që i ka allan këti popullit tonë, i ka allan diçka. I ka allan gjenë më qëtajt ujtë që i duhet me pija, kupton?
në tash. Këtë mirë, këtë me kemë renovu diçka, me godit diçka ma bukur, me këtë vend me zgjalli fije këtu. Duke reflektuar mbi rëndësinë e Ublës së Bacit, ne kuptojmë se çdo burim uji ka një histori për të treguar. Një histori që koha, edhe pse shumë e shpejt, nuk e ka fshirë. Kjo lidhje mes natyrës dhe njerëzit është thelbësore, jo vetëm për të ruajtur traditat e së kaluarës, por edhe për të forcuar lidhjet tona me ambientin dhe me njëri tjetrin. Ubla e Bacit, edhe pse sot mund të jetë lënë në harres dhe në mshirën e kohës, është ende një pjesë e rëndësishme e rrëfimit ton kulturor. Ky burim uji na sjell një mesazh për ruajtjen e natyrës, traditave dhe të lidhjeve që na kanë formuar si komunitet.